A duhet i konsumojmë vezët çdo ditë? Ekspertët zbulojnë të vërtetën. Vezët bëjnë pjesë në listën e 10 superushqimeve më të rëndësishme për organizmin. Ato ofrojnë proteina të plota. Një vezë përmban 9 aminoacide thelbësore që përbëjnë shtyllën kryesore të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen dot nga trupi. Vezët përmbajnë 6 gram protein dhe gjysma e saj gjendet te e bardha e vezës. Vezët janë të pasura me ushqyes. Një vezë vetëm ofron proteinë cilësore, vitamina dhe minerale të dobishme, përfshirë selenium, fosfor, B12, antioksidant, të cilat i mbajnë qelizat të shëndetshme. Vezët ndihmojnë gjithashtu në uljen e triglicerideve, veçanërisht yndyrnat omega-3 kanë aftësi në uljen e triglicerideve. Studimet konfirmojnë se një vezë në ditë mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë kundër ishemisë. Vezët kryesisht këshillohen në formën e tyre të zjerë, pasi nuk përmbajnë shtesa të yndyrnave. Ekspertët këshillojnë 1 deri në 2 vezë çdo ditë në formën e zjerë edhe për një mendje më të mprehtë.